kjo është pak aktuale, ishulli Epstein. Hoxh, s'po him politik, po flasim për pedofilin. Sa është mëkat pedofilia? Ata që e kanë vepru këtë mëkat të madh, si do të jetë gjendja e tyre? Njerëzit e fortë në botë, kapitalistët, gjithçka janë duke bën kohën e fundit. Por me e knaqë qepshin e vetë, me e knaqë sa djallin, të cilit i besojnë. Mirë po i marrin qafë edhe i keqpërdorin edhe njerëzit në përgjithësi, por fëmijët në veçanti. Ose e di unë pedofilia është marrëdhënie të palejuara me fëmijë. Dhe kjo nëse në këtë botë ata mundën me shpëtu disi, në botën e ardhshme, Gjehennem u bi'sal masir. Gjehennem edhe atë të përjetshëm. Mirë për ata, po. Mirë për ata, Allahu subhanahu wa taala për çka ka përgatitur Gjehenemin. Se njerëzit shumë herë na mundohen, jo xhallar, ta skeni ders tjetër përpos Gjehenemit. E nëse s'përmendin me Gjehenemit kanë mushtu këta. Këta shtohen. Por çka ka dhe burgi ekziston, por çka ka dhe dënimi ekziston. Pse ekzistojnë dënimet në Gjermani, në Evropë, në Amerikë, për çka? Jam i qartë. Mos me qenë Gjehenemi, ka kuptim. E mira dhe e keqja në këtë botë, s'ka kuptim. Bën të mirë, askush nuk është problem. Bën keq, askush nuk dënon. A ka kuptim? Ka kuptim. Por çka ka Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur edhe xhenetin, edhe Gjehenemin. Edhe parajsën edhe fejrin. Në parajsë shkojnë njerëzit e mirë, në Gjehenem digjen njerëzit e lik. Por pedofilin është dënimi maksimal. Nuk ka shpëtim. Sepse është krimi më i madh që mundet me vënë njeriu. Unë se di se ata mund të quajmë njerëz, nuk e di. Ai Sheikh Abdulazizi kishte thonë një fjalë shumë të mirë. Abdulaziz al-Tarifi. Po, kishte thonë këto njerë kanë nevojë nga shtazaria mu konvertu në njerëz, pastaj vjen mesazhi i Islamit. Është duke ndodhur kundërta, interesant, do të thonë do të vjen koha që shtazët nuk do ta lëndojnë njëri tjetrin, nuk e hanë njëri tjetrin. Nuk bëjnë pedofili. Po në fundit, po, ka ardhur koha që njerëzit janë duke e hanë njëri tjetrin dhe shkatrojnë njëri tjetrin, nuk e di unë kjo botë. Do të thonë më të çisë se Po nëse nuk ka ligj. Ashtu që shkruan edhe në Kur'an. Kjo argumenton se nëse largohemi nga ligji i fesë, nga adhurimi i Allahu subhanahu wa taala, gjithçka njeriu. Njeriu që i frigohet Zotit, pasha Allah nuk bën këtë gabim. Ama ata nuk kanë bëjnë me Zotin, ata kanë bëjnë me djallin e me shejtanin. Edhe shejtani ka të udhëzon ata shkret. Hoxh Muharrem Ismaili djen para xhumas në ligjërat tha elhamdulillah që jemi musliman. Elhamdulillah. Jo një herë, 100 milion herë. Andaj përfundoj me këtë fjalë. Elhamdulillah që jemi muslimanë. Nuk do të thonë që në musliman s'kena gabime, s'kena gjunahe, Allah subhanahu wa taala e pranon pendimin të gjithëve, mirë po më ardhën këtë gratë, të shkatrimit, të masakrave, të krimeve të organizuara, si është pedofilie, lloj-lloj, thuhet që edhe kanë hangë fëmijë, kanë hangë për së gjallje, Zoti na ruaj. Amin.